Me Ministrinë e Shëndetësisë, po. A më ka ministri me cilat nuk kem ri as me komuniku, heq. Po më duhet me thonë që është brutal ministri i financave, shembull, ta marrim. Banat esenciale vinë për nivelit nacional. Një pjesë e pajisjeve vjen për nivelit nacional, për shkak se mbajnë buxhetin kryesor. Spitali menaxhohet për nivelit nacional, edhe janë ndërlidhur. A më duhet me thonë që kemi pas bashkëpunim të mirë me Ministrinë e Shëndetësisë. Do thonë në shumë lëmi. Duhet me cek, edhe nëse po flasim për ministrit, unë du me i cek disa që kemi marrëveshje të mira. Me Ministrinë e Kulturës, po. Me Ministrinë Qeku, po. Me Ministrinë e Infrastrukturës, goxha solid, e kisha qute 75. Me Ministrinë e Shëndetësisë, po. A më ka ministri me cilat nuk kem ri as me komuniku, heq. Mirë, unë e veç për du më nalë edhe me thonë faleminderit që këtë moment kur kush s'po pajtohet me kërkon Kosovë për me ecë punë për para, në lajmë është kur një kryetari komunës i opozitës së tanishme, apo të para tanishme, e kallëzon diçka veçantë ku kanë shku punë. Me qenë se i pata disa sekonda dhe unë alim këtu. Urdhë. Nuk e kom fsheh kur që kemi memorandum të mirë me Ministrinë e Kulturës. Jo një, disa. Nuk e kom fsheh kur që kemi memorandume të mira me Ministrinë e Infrastrukturës, kom dalë në televizion vetë, kom dalë edhe në rrjetet sociale. Po më duhet me thonë që është brutal ministri i financave, shembull, ta marrim me ne. Nuk ka dasht me një për ne, na ka sakatu buxhetin. Nuk ka dasht me na leju as me buxhetu kontratë kolektive për me imbulu ato investime. Na kanë marrë për mbarust kiamet shumë mjete. Do të thonë nuk e kom hiç problem me tregu ku kemi pas bashkëpunim edhe ku nuk kemi pas. Mirë, faleminderit.